إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdërimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgëmshëm mbëllëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën 10 ditëshi I parë I muajit Dhulhijhe. Vëllezër të dashur, ne jemi në 10 ditëshin e parë të muajit Dhulhijhe, muaji I 12 I kalendarit islam. Këto ditë janë ditët më të mira të vitit. Netët më të mira janë 10 netëshi I fundit I Ramazanit. Asi ditë më të mira janë 10 ditëshi I parë I muajit Dhulhijhe. Allah I madhëruar në këto ditë të veçanta kërkon nga ne që të shtojmë masën e punëve të mira dhe të mundohemi të largohemi në maksimum nga veprat e liga, sidomos në këtë 10 ditësh. Pse? Arsyeja se në këtë 10 ditësh shpërblimet e Allahut të lartësuar janë edhe më të shumta për të njëjtën punë jashtë këtyre 10 ditëve. Nëse bëjmë një punë të mirë brenda këtyre 10 ditëve dhe jashtë këtyre në këto ditë për të njëjtën punë shpërblehemi edhe më shumë. Pejgamberi alajhi thotë kështu: Ma min ejamin a'dhamu inda Allah, wa la ahabbu ilayhi. Nuk ka ditë më të mëdhaja te Allahu dhe ditë më të dashura që të bëhen punët e mira se sa min hadhihi al-ashr, se sa në këto 10 ditë. Kështu thotë për selam. Fakthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid, për atë shtoni të thënurit tuaj La ilaha illallah, Allahu akbar dhe elhamdulillah. Po nuk është qëllimi vetëm këto 3, po qëllimi është që ne të shtojmë masën e veprave të mira në këtë 10 ditësh. Nga ditët më të veçanta ç'tash, brenda këtij 10 ditëshi, është dita e 9 e këtij muaji, e që është dita e Arafatit, të cilën Allahu, edhe pse këto 10 ditësh I ka dalluar, ama këtë ditë e ka veçuar edhe me shumë veçori tjera. Ditën e Arafatit është dita e 9. Ndërto është dita më e mirë e vitit. Dita më e mirë e vitit. Nata më e mirë kush ishte? Nata e Kadrit. Ama si ditë, kjo është dita e Arafatit. Është një nga 10 ditë që është betuar Allahu I lartësuar. Allah nuk betohet përveç në diçka të madhe. Është ditë muaji të cilat janë muajt hurum, të ndaluar. Duaja më e mirë që mund ta bëjmë brenda vitit është duaja që do ta bëjmë në ditën e Arafatit. S'ka dua më të mirë që mund të bëjmë se duaja ditën e Arafatit. Është dita kur është plotësuar feja islame si begatia më e madhe e Allahut xhelleshanu ndaj njerëzimit. Është ditë feste për mbar muslimanët në bazë të haditheve të pejgamberit alayhis salam. Është ditë e faljes së mëkateve dhe largimit nga zjarri I xhenemit. Në këtë ditë specifik, veçantë, Allahu regjistron njerëz, fut njerëz në xhenet dhe largon të tjerë nga xhenemi. Është ditë që është madje edhe kusht prej kushteve të Haxhit. Kusht prej kushteve të Haxhit. Ndërsa, çfarë duhet ne veçanërisht të veprojmë në këto 10 ditë të veçanta dhe në veçanti për ditën e Arafatit, është teubeja
e sinqert të Allahu, kthimi i sinqert në rrugë të Zotit. Haxhi si kusht i pestë i fesë islame që pa të nuk ka haxh. Ku i ikën në Arafati s'ka haxh, duhet me shkuje, dhe me thonë vitin tjetër. Për këtë punë tjera mund të bësh kurban ose diçka, por nëse ti ka Arafati s'ka haxh. Shtimi i veprave të mira dhe largimi nga veprat e liga. Për kujtimi i Allahut të madhëruar, sidomos me tekbire. Është mirë që të bëjmë sa më shumë tekbire të përgjithshme brenda këtij 10 ditëshi dhe të veçanta që fillojnë nga namazi i sabahut. Kjo është shumë e rëndësishme. Për burra dhe gra është wajib, të dëgjoj mirë, është wajib, obligim për burra dhe gra, nga namazi i sabahut në ditën e Arafatit, pas namazeve farz duhet bëjmë tekbire. Deri kur? Deri në ditën e 4 me namazin e iqindis. Me namazin e iqindis. Kujti ikin këto e ka obligim që ti kompenzoj. Pastaj është edhe agjerimi i ditës së Arafatit, është shumë mirë të agjerojmë të ejnëtën e ardhshme, sepse i shlyen Allahu mëkatet e 2 viteve. Vitet aktual dhe ati të shkuar, po është nga veprat shash më të mira që mundemi me e bo në këtë ditë më të mirë të vitit, më të mirën ditë të 10 ditësh të ditëve më të mira, e dini kush është? Është therrja e kurbanit. Është therrja e kurbanit. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ma amila adami min amal yawm an-nahr ahabbu ila Allah min ihraq ad-dam." Nuk ka bo punë më të mirë biri i Ademit në ditën e Bajramit se sa therrja e kurbanit. Innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adhafiriha. Kafsha do të vinë në ditën e Kiametit me brirët, me qimet dhe thundrat e saja, që e bëjmë atë kafshë kurban do të vinë në ditën e Kiametit. Wa inna ad-dam la yaqa min Allah bi makanin qabla an yaqa 'ala al-ard. Allahu akbar. Gjaku që do të therret kurbani, qoftë ne e therrim apo do ta paguajmë që ta therr dikush për ne atje, ai pik gjaku thot: "Wa inna ad-dam la yaqa min Allah bi makan qabla an yaqa 'ala al-ard." Ajo pik gjaku shkon te Allahu në një vend të caktuar para se ajo pik gjaku të bjen në tokë. Shifni se sa madhështore është therrja e kurbanit në ditën e Bajramit. Pastaj thot: "Fatibu biha nafsaha", dhe bëjeni këtë kurbanin me zemër të qetë e të kënaqur. Pra, therrja e kurbanit është nga veprat jashtëzakonisht të lavdruara, shpërblyera, të kërkuara, më të dashura te Allahu Gjelleshanuhu, sepse në bazë të hadithit tjetër thot: "Nuk ka bërë biri Ademit punë më të mirë në ditën e Bajramit se sa derdhjen e gjakut me kurban." Lusim Allahun e madhruar merret i bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na mundsoj neve, fëmijëve tonë dhe mbar besimtarëve musliman, që të bëjmë sa më shumë vepra të mira në këtë 10 ditësh, të na i pranoj ato ja Allah dhe t'i bëj Allahu sebeb për arritjen e kënaqësisë së tij. Amin. Aqulu qouli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.